se cila gru që e ka bo një fushat më të mirë, që o kanë një farë pretendente për me hy paktën e balotazh, ndaj saj është përdor gjuhë e urrejtjes. Kemi pas portale që janë hap, cilat janë kryesisht për emën të komunave, qa po dijune, Fush Kosova, jo News, jo Press, jo ase, jo kse, Mitrovica, dhe kryesisht janë këtu shmëdon janë dalë sikur këpurdat mas shiut në prag të zgjedhjeve. E para që du të me thonë është që fillimisht partit nuk kanë kandidu gra, do më thonë për komunat kryesore, partit kryesore ne i kemi pa që i kanë kandidu gratë vetëm në për ato komuna kur ka pas pak gjasa për me fitu, e mungesa e grave si kandidate për kryetarët komunave në farë mënyre i kanë mbrojt prej gjuhës së urrejtjes, për shkak se na e kemi pa se cila gru që e ka bo një fushat më të mirë, që o kanë një farë pretendente për me hy paktën e balotazh, ndaj saj është përdor gjuhë e urrejtjes, po kur po flas për gjuhë e urrejtjes nuk e kam fjalën vetëm për komentet na për Facebook ose për titujt e portaleve, po flas edhe për gjuhën e urrejtjes që e kanë përdor politikanët. Sepse ajo që kemi pa edhe që duhet me fol po ashtu, është gjuha e urrejtjes, gjuha denigruse, gjuha dehumanizuese që kandidat e kanë përdor kundër kandidatëve të tyre. Pra na kemi pa na për televizione kur njëri tjetri referohen me gjuhë më të ulët, edhe kjo është toleru. Dhe kjo është... Më falë që po të nali se shumë na u ka mësu veshi me kritik, ka njerë që nuk e din qka o gjuhë denigruse, qka o gjuhë urrejtjes që përdor gjatë debatin ndaj një gruje. Për qka o fjalla, për qfar natyre të gjuhës i në të folë? Tash gjuha urrejtjes nëse dikush nuk njihet kesh me një cilësim që dikush një kandidat ja bën asaj, në qaj është gjuhë që nxit një farë urrejtje. Pastaj e kemi dehumanizimin kur te nuk e konsideron ato as si palë, as si kandidat, as si të denjë për atë pozit, e krahason po ashtu me gjësendet e tjera. Pra këtu janë ato gjuhë, cilat po ashtu janë një numër i kritereve të tjera, po ajo që është po ma shpeshta, është kryesisht te tradhtia, kur po akuzohen për tradhti, kur po lidhen me partitë serbe, kur po lidhen me të kalumen, do të thonë çto janë disa prej cilësimeve që janë duke u bë kandidatëve, dhe të cilat janë shpeshtu jashtëzakonisht shumë. Pra, në fillimisht, kandidatët e përdorin një gjuhë jashtëzakonisht të vrazhd kundërshtarëve të tyre politik, pra nuk ka tolerancë politike, nuk ka tolerancë të mendimit ndryshe. Pastaj, kjo eskalon totalisht në për rrjetet sociale. Sepse në për rrjetet sociale, përveç që titulli prej portaleve po vendoset, theksi po vyet të ajo gjuha urrejtjes që ja ka thonë një kandidat kundër kandidatit tjetër, qytetarët e qojnë zakonisht një shkollë ma tutje. Qytetarët, do me thonë, gjithmonë në për komente ka gjuhë jashtëzakonisht të urrejtjes, dhe çka është ma e keqja, na jemi duke pa portale që po hapen fiktive, edhe jemi duke pa mbi gjitha profile fiktive, cilat pra përmes... Ajo që portalit reja gjatë qytetën e zgjedhjeve? Jashtëzakonisht shumë. Gjatë zgjedhjes? Jashtëzakonisht shumë. Domethënë kemi pas portale që janë hap, cilat janë kryesisht në për emën të komunave, qa po dijune, Fush Kosova, jo News, jo Press, jo ase, jo kse, Mitrovica, dhe kryesisht janë këtu shmëdon janë dalë sikur këpurdat mas shiut në prag të zgjedhjeve, edhe përdorin gjuhë të urrejtjes, përdorin video gjysmë të rreme, përdorin konstatime të rreme. Dhe pjesa më e madhe e tynve realisht janë tuje, nëse muj me thonë ashtu, janë tuje kontaminu gazetarin. Janë tuja gjukit barën e qësaj gjuhës urrejtje gazetarit që në fakt ata nuk janë gazetarë që janë tuje shkru. Unë jam i bindun që me bo me pas një shtet ose një jetim të duhur të mirë, jam i bindun që njerës që i menagjojnë ata, njerës që i postojnë, janë në përshtabet të partive politike. Ja, po, ka transparencë kush është redaktori, pronari i qytetëve? Jo, absolutisht jo. Jo, këtu hapen dhe mbyllen. Ose është një faqe që ka qenë në emën të ndonjë klubi, Barcelona, Manchester City, ndryshohet emni, për shkak se ka fansa pak më shumë dhe fillon postojnë lajme, edhe jemi bindu që në 10 orë kryen zgjedhjet i bjen aktiviteti edhe pushon aja 4 vjet. Pra janë faqe pothuajse fiktive që në parim po du me theksu prapë që shumica njerëzve po thonë ju gazetar po rran, ai po rran, ky po rran, po nëse i sheh në mediat, sado që ka informacione të rrame që publikohen edhe nëpërmjet serioze,
Prap, numri i videove të rrame, numri i postimeve të rrame, numri i postimeve që kanë gjuhë denigruese të urrejtjes, na për këto portale që unë mendoj që janë pjesë e shtabeve të partive politike, është jashtëzakonisht i madh.